Mirdita dhe përshëndetjet më të përzemërta ju, demokrate, qytetare të Dibrës në këtë salë, dibraneve dhe dibranve kudo që ndodhen sot në këtë rreth, në Shqipëri dhe në botë, një përshëndetje të përzemërt deputetit Xhelal Mziu, kryetarit Partisë Demokratike Jeton Kaloshi, deputetëve të Qarkut, të Dibrës dhe të gjithë ju miqtë e mi. Vi sot tek ju pas një udhëtimi në Zagreb, ku mora pjesë në forumin e Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë, forumi më i rëndësishëm politik i partive politike të qendrës djathtë dhe të djathta në botë, i cili drejtohet apo ka si frymëzues dhe drejtim kryesor Partinë Republikane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne, si opozit, misionin tonë në Shqipëri e kemi të vështirë. E kemi të vështirë sepse aty ne ishim nga të paktit përfaqësues të një force politike në një vend në të cilin nuk bëhen zgjedhje, por farsë zgjedhore. Në një vend në të cilin kartelet e drogës bëjnë ligjin dhe vendosin ministrat dhe çdo gjë. Në një vend në të cilin qeveritarët, kryeministri dhe qeveritarët e tij sillen si anëtarë të një organizate kriminale, vjedhin ditë e natë pa ndërprerje shqiptarët, i varfrojnë, i mjerojnë, e bëjnë Shqipërinë një vend të pajetueshëm dhe i detyrojnë të largohen nga Shqipëria. Por duhet të them këtu se në atë forum Partia Demokratike ka gjetur dhe gjeti mirëkuptimin dhe mbështetjen më të madhe. Dhe kjo mbështetje, ky mirëkuptim është një rëndësie të jashtëzakonshme për qendresën tonë. Është një rëndësie të jashtëzakonshme dhe për misionin tonë. Misioni ynë është të themi të vërtetën shqiptarëve dhe miqve të shqiptarëve kudo në botë, pavarësisht nga çmimi, pavarësisht nga kostoja, të mbrojmë shqiptarët, të mbrojmë interesat e qytetarëve shqiptarë, të mbrojmë interesat e Shqipërisë. Të dashur miq, në rast se rikthehemi pak vite më parë, këtë rrugë që zgjodhem në kushte të vështira, kjo rrugë na nxori me faqe të bardhë. Kjo rrugë që zgjodhem faktoi shqiptarëve dhe botës se ne, demokratët e Shqipërisë, mbrojmë të vërtetat, sakrifikojmë për të vërtetat. Dhe bëm këtë në kohën kur ishim forca politike më izoluar në planet. Nuk ulkunëm se kishim bindjen më të thellë se ne po mbronim interesat tuaja, interesat e qytetarëve shqiptarë, po mbronim të vërtetat tuaja, të vërtetat e Shqipërisë. Dhe në një harë kohor të shkurtër, ato të vërteta që mbronim ne, u bën të mbrojtura nga forcat politike të qendrës djathtë dhe djathta në mbar botën, në 8 rezoluta. Si asnjë forcë tjetër politike,
ju garantoj se po të mos qëndronim ne në këmbë, edhe emri do na ishte harruar. As emri s'do na kujton të kush se kemi ekzistuar. Por ne qëndruam për të vërtetat e mëdha të këtij populli, të këtij vendi, dhe u bëm sot zëri më i ndigjuar. U bëm forca politike më e mbështetur. U përballëm me mafjen më të rrezikshme shqiptare dhe botërore. Po ja ku jemi. Të pamposhtur në misionin tonë. Sot, vetdia për zhvillimet dramatike në Shqipëri është botërore, është mbar kombëtare, por sot kërkohet më shumë se kur nga ne, në kilometrin e fundit, të qëndrojmë, të qëndrojmë, të qëndrojmë. Imagjinoni pak, për një moment, vetëm zhvillimet nga dhjetori gjersot. Zhvillimet më poshtruese për një kombë. Zhvillimet më të turpshme, më antiqytetare. Një zëvendës kryeministri me kryeministrin kapen me dokumenta, me 10-100 dokumenta, se në 8 afera kanë plaçkitur, kanë abuzuar me 1.2 miliard euro. Dhe këto janë vetëm 8 afera. Dhe mos harroni se ajo korbe e zeze korrupsionit, Lubia, ka administruar 12 miliard euro taksa tuaja. Po sa janë 12 miliard euro, miq? 12 miliard euro janë sa rrogat tuaja 12 herë më madhe. Janë 12 fishi rrogave të përgjithshme të Shqipërisë. miliard euro ju garantoj se po të përdorëshin sipas ligjit. Shqiptarët do kishin sot rrogat jo 3, por 4 herë më të mëdha. Ku janë sot shqiptarët? Janë njerëzit më keq të paguar. Në 2013, ne u bëm njerëzit më mirë të paguar në rajon. Nuk them më të pasurit, po më të paguarit. Dhe kjo ishte një arritje me të vërtet e jashtëzakonshme për ne, që na kishte ndjekur varfëria në shekuj. Nuk u bëm të pasur, të mkëmur, por me ato ritme, kur dolem të paguemi më shumë se të gjithë banorët e vendeve për rreth nesh, përfshi Bullgari dhe Rumani. Ajo dëshmonte se ne kishim një të ardhme të shkëlqyer në këtë vend. Dhe se ajo u arrit, asnjë nga ju të mos e harroj, u arrit me taksa sa gjysme e taksave që janë sot. Me taksa sa gjysme e taksave që janë sot. Kurse tani, në vitin 2026, rrogat dhe pensionet tuaja dhe ndihme ekonomike janë më të ultat në rajon. Çmimet
janë më të lartat, jo në rajon, por çmimet e ushqimeve bazë janë më të larta se në Greqi, se në Itali, se në Gjermani. Nafta është në grup dhe është ndër më të lartat në Europë, ndër më të lartat në botë. Ka një mekanizëm për ta lanë tokën djerë, rritë çmimin e naftës. Nuk e harroj, si harroj vitet 90. Kosova mbeti djerë. Mbeti djerë sepse Miloševiqi naftën që mirë të ruante për Shumadin dhe zonat tjera, kurse Kosovën e linte me çmime nafte stratosferike me të cilat nuk ja vlen të punohej toka. Dhe ky njeri, në kulmin e problemit me naftën, në një kohë kur çdo qeveri në Europë, e sigurt kjo që u them me studim, çdo qeveri në Europë ka dyfishuar masat e ndihmës për qytetarë dhe fermerë për naftën. Gjermania ka dyfishuar, Maqedonia ka dyfishuar. Dhe Maqedonia ja ku e keni e shet naftën me 1.500 lekë. Jo për bujqësinë, po për qytetarët. Kurse ky thot e mbyll ajo. Nuk ekziston në Europë, thoshte ati qytetarit. Nuk ka më subvencione nafte në Europë. Ky njeri që ditë e natë vetëm nxjerr mashtrime para jush. Dhe i nati me mediat, nuk e fsheh. Nuk ka të bëjë me asnjë sulm që më bëjnë mua. Absolutisht. Por ka të bëjë me qëndrim në tyre ndaj interesit publik. A pati në një media të kap, të futet në Google, apo të futet në ChatGPT, apo në Claude, apo në Gemini, të pyesë njerëz sa janë çmimet e naftës? Çfarë masash kanë marrë? Dhe tu thot shqiptarëve që ja shiko, ky thot se ekzistojnë, po ja që ekzistojnë, ja që i kanë rritur. Ky mashtron. Çfarë po ndodh? Po korruptohet gjuha. Dhe kur korruptohet gjuha është fundi i lirisë. Drama më e madhe. Kur fjala përdoret për të mos u thënë vërtetën qytetarëve, ajo është sklavruese. Nuk është emancipuese. Më thoni mua, a ka dhimbje më të fortë për fermerë shqiptar se sa në kulmin e kësaj krize t'ja u heqi subvencionin e naftës? A pati unë një emision në këto media? Po këta e meritojnë, ta janë 30% e popullit shqiptar. Plus që ka një impakt jashtëzakonshëm në tregun, në xhepat, në punësime tjere me radhë. Nuk ekzistojnë. E thaju që vendet e Europës e kanë hequr subvencionin dhe nuk marrin përsipër. Kanë korruptuar gjuhën, qeveria ka korruptuar gjuhën. Bashkëpunëtorë janë dhe mediat kur përdorin, kur nuk demontojnë, nuk përgënjeshtrojnë mashtrimet e qeverisë. Sot, fal zhvillimeve, brenda 20 sekondave, mund të vërtetosh çdo gjë. Sa është të vërtet, sa s'është të vërtet, sa qëndron, si është këtu, si është në Argjentinë, si është në Afrikë të Jugut, po të dush. Por ne qëndrojmë. Ne qëndrojmë dhe do qëndrojmë.
Qëndresa jonë është etike. Imagjinonin qoftë se ne nuk do ishim ngritur në protestat e fuqishme ndaj qëndrimeve të Edi Rams, mbrojtjes që i bëri vetes tij dhe Luvi Ballukut. Edhe me ngritjen tonë, lobist, racist, antishqiptar, deklaronin fshehtas në mbledhje të mbyllura se imuniteti është interpretim shqiptar në një kohë kur në 2009, në 2010, në 2011, imunitetet ishin hequr zëvendës kryeministrit, ministrit mbrojtjes, ministrit punëve publike dhe ish kryetar partie. Pse ishin hequr? Po është interesi juaj. Po s'mund mbroj. T'akuzojmë drejtësia, do shkosh, do mbrohesh aty dhe dalish. Kurse ajo atje thoshtë ata, atje thoshtë, ja, ose për akshin, merë në agjensi shtetërore, merën peng punojësit dhe biznismen, shtetërore, jo private, po kjo është kulturë shqiptare. Si gjë kulturë shqiptare? Këto janë lobiste e Edi Rams. Sigurisht që ne përballemi me ta dhe kemi për krenarit përballemi me ta. Dhe jemi sigurt dhe jemi sigurt që e vërteta vonon, po nuk harron. Siç kanë dalë të vërtetat, siç janë mishruar në 8 rezoluta ndërkombëtare si kur për ndonjë vend tjetër, në një harë kohor me pak se 2 vjeçar. Çdo e vërtet që ne mbrojmë do të dalë. Dhe ata të cilët mbrojnë regjimin e Edi Rams do damkosen si korruptokrat dhe bashkautor në krimet e tij. Por ne duhet vazhdojmë betejën. Duhet vazhdojmë të betejë, të palkundur, me besim të madh. Edhe njerë, ishim në nivel detit, në izolimin më të thellë, ja ku dolem. Me dritën e të vërtetës, me asgjë tjetër. Po. Dhe guximin tonë. Po dhe guximin tonë, se guxuam. Të gjithë ju, guxuam. Guxuam së bashku. Dhe tani e vazhdojmë të betejën. E vazhdojmë gjerë largimin e këtij regjimi. Ky është një regjim i cili nuk ka asnjë legjitimitet. Edi Rama kudo që shkon si një kryehajdut i kombit shqiptar. Edi Rama kudo që shkon si një kryemashtrues i shqiptarëve. Edi Rama kudo që shkon si armiku më i egër pas enverhorës i kombit shqiptar. Dibran edhe Dibran, shqiptar edhe shqiptar, mendoni pak çfarë i bëri Kosovës. Më tepër se Vučići, absolutisht më keq. Ja të ndalemi. Erdhin pushtet drejtën Beograd. Nuk ishte me 4 sy, ishte me 6 sy, aty ishte Danjolli, Batoni, ishte agenti personal i Stankovicit. Çfarë dakord aty? Çfarë u bë? Doli që Kosova duhet dorëzoj territore, doli që duhet ndryshojnë kufit e Kosovës, pa çka se Kosova kishte fituar gjyqin ndërkombëtar. Pa çka se në gjykatë ndërkombëtare nuk kishte padit Kosova, kishte padit Serbia Kosovën. Dhe Kosova kishte dhe Serbia kishte humbur gjyqin. Dhe gjykata i kishte njohur
kufit ekzistua si kufit ndërkombëtar të Kosovës, gjykata e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Po ato nuk i njihte Vučići, dhe tani duhet i vinte në diskutim edhe argati i tij. Dështoj me këtë. Shkoj në Novi Sad. Mos harroni kur. Atë hartë të vendosur në katedrën ku po flisnin, e cila tregonte Kosovën pjesë të Serbisë. Në qoftë se simbolet flasin, ai ishte simboli më u gëzuar i shqiptarëve. Edi Rama fliste aty duke patur përpara një hartë në cilën Kosova ishte shkri, se ekzistonte më. Dhe këtë hartë e postoi në Facebookun e tij. Cili ishte kuptimi? Kosova duhet nda. Projekti i parë që thoshin, ja pa ti kalojmë ca fshatra të aty Prishevës vinë këto shkojnë anej e këto me radhë, absolutisht ishte asgjë tjetër, vetëm Serbia gjetë tek Patrikana në Pej, i mirë të gjitha ato territorë. Ky projekt ishte i Slobodan Miloševićit dhe e ka sjellë në zyrën time nëpërmjet ndërmjetësve nga Greqia dhe Turqia disa herë. Po natyrisht më shkonte mendja kur të pranohej. Dështoj dhe me këte. Vuri sankcione, i pari në Europë që vuri sankcione në Kosovës. Po mund të ndodhë kjo më miqë. Po çfarë duhet bëj tjetri më shumë të quhet kryetratar? Si më i vure sankcione Kosovë? Çfarë të bëri Kosova ty që i vure sankcione? Përveç respekt, ju e dini, çfarë respekti dhe adhurimi kanë për Shqipërinë? Paditi kryeministri e Kosovës gjyq, s'ka ndodhur kur. Një kryeministër të padis kryeministri tjetër. Ky po, e paditi. E paditi sepse natyrisht nuk mund pranonte kur aktet e tij të çoptimit të Kosovës. Do hartonte ky paniçi i ri statutin e asociacionit të komunave serbe si një shtrirje të shtetit serb në Kosovë. Po si mundet një shqiptar? Po se mori përsi për këte, as kryeministri i Maqedonisë, as i Bullgarisë, as i Rumanisë, si mundet ti jetë një argati verbër i Vučićit? Dhe veriu i Kosovës toke askujt. Ta marrë në dorë Kfori. Do kthehet në kohën e bronzit. Se sipas tij Putini do hyllte armë bërthamore në Kosovë. Dhe tani së fundi, pasi ka dalë në mbarë Shqipërinë disa kohë më parë me pasaportën europiane, tani i vjen urdhër nga Beogradi, firmosin bashkë letrën. Dhe firmosin letrën e turpit, ku thonë se ne nuk ka nevojë të antarësohemi plotësisht ne dom një proces ku të kemi të drejta tregtare dhe lëvizje, kaq. Por të tjera s'kemi nevojë, as vot nuk duam, as komisioner nuk duam, pra nuk duam integrimin ditos si e ka statuti. Dhe kjo pse prisni? Pse? Sepse padroni ti, për ta fituar integrimin e plot, i duhet të njohë Kosovën. Shiko çfarë janë këta apo jo. Ai nuk integrohet dot pa njohur Kosovën. Është në ligj themelor të BE-s që nuk pranon vende që kanë sherr me fqit. Dhe tani do t'i bëj shoqëri ky. Do ta nxjerr ky nga po ç'fun kemi ne? Nuk kemi asnjë sherr me asnjë fqi. Dhe ky e bën veten
jep krahun ati, edhe unë, por edhe unë me ju tani. A ka interes, a ka njeri që mund këtë shkelmu në këtë mënyrë interesat e shqiptarëve si ky? Unë u bëj thirrje socialistëve të Dibrës. Mos harrojnë se para se të jenë socialistë, janë shqiptarë. Mos harrojnë se të parët e tyre s'kanë qenë socialistë, kanë qenë adhetarë. Dhe çdo shqiptar i bëj thirrje. Të ndalet i thotë vetë, njeriu i qytetëruar është patriot. Njeriu i qytetëruar don vendin e tij, don kombën e tij, mbron interesat e vendit të tij pavarësisht nga bindjet. Çfarë bën ky? Shkelmon kudo interesat shqiptare. Dhe tani në fund e thirrja ai. Tani tha firmose pak këtë letrën. Dhe ky firmosi letrën. Që mos ta kërkoni. Këto, sepse ai sigurisht s'mund të bëjë një hap pa njohur Kosovën. Atëherë, çfarë do bëjmë ne? Ne do protestojmë me të gjithë forcën tonë të pamposhtur gjën fitoren tonë. Ne nuk tërhiqemi. Ne nuk mposhtemi. Ne faktuam. E faktuam që jemi të pamposhtur. Dhe ky është kilometri i fundit. Dhe këtë kilometër ne do ta bëjmë me forcën më të madhe, me dignitetin më të madh. Faleminderit shumë. Siç e kërkon dhe tradita e foltoreve, tashmë ka ardhur momenti që ju të drejtoni pyetjet, sugjerimet, mendimet tuaja në këtë bashkëbisedim të hapur së bashku. Pa të lutem mikrofonin. Jam Algin Bojku, për e themelimit Partisë Demokratike dërsot, jam me Partinë Demokratike, deri tek dhe t'jem me Partinë Demokratike. Lafët që i them, kam qeftë jam balë për balë me zotin Berisha, dhe dy pyetje kisha. A janë të vërteta ato që thot zoti Saljani? Një e para, dhe dyta, si ndihbër që tha ndej zoti shtëpisë, sekretari i partisë dhe udhëheci, a duhet ta bashkojnë vallën apo ta shpërbashkojnë? Këto dy pyetje. Ju faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjet. Së pari, për Ervin Saljanin. Ervin Saljani u burgos sepse bëri publike një regjistrim në të cilin dëshmoi se i vllai Fatmir Xhafs, Geron Xhafa, i dënuar 11 vite në Itali, vazhdonte udhëhiqte trafiqet nga Vlora. Sali Berisha dhe Partia Demokratike dënoi me forcën më të madhe këtë akt dhe ja doli në të gjitha rezolutat ndërkombëtare ta shpall Ervin Saljanin të burgosur politik. Sepse ishte e bëm shumë mirë. Tani vim pak me tutje. I shkova dhe në Burg, pa diskutim. I pja porosi vazhdimisht edhe miqve tjerë që të shkojnë, të atakojnë. Tani, që e kam treguar më parë, ishte verë dhe më vjen në zyrë. Tha, unë erdha tha se mora një leja se që mora, më duhet i këshilla jotja. Po i them urdhro. Më kanë ngellë 3 muaj apo 4 për vujt e dënimit. Për të dalë, sipas ligjit, më duhet bëj një deklarat ku deklaroj se nuk do të vras Fatmir Xhafën. Prit tani. I thash, që është kjo punë shumë? Ti s'ke punë me Fatmir, ti e i burgosur politik.
Jo, tha, e ka rregulli kështu, tha, gjykatësi më thotë që nuk ta shkurtoj dënimin, po që se nuk bënte deklaratë. Me që po më pyeti, thash unë të them mos e bëj këtë deklaratë. Se kjo deklaratë do thotë ti e pranon fajsin, ti s'ke pas në mend kur ta vrasish, ke denoncu vllaun e ti. Megjithatë i thash unë, ti bëj si të duash, po unë të këshilloj që këtë mos e bësh, se merr përsipër fajsin. Iku, pas një javë u kthye. Dhe i thash, afirmose, jo, tha, nuk ma kërkuar, shumë mirë i thash. Tani, që ta dini ju dhe çdo njeri, unë kam një ligj në të hekur, nuk e shkel kur. Kur nuk nisem nga paragjykimi dhe kur nuk nisem nga mosbesimi. Nuk është se ky qëndrim nuk ka ndonjëherë probleme, por është shumë herë më i mirë në vlerësimin tim se sa po të nisem nga paragjykimi apo po të nisem nga mosbesimi. Unë nisem nga besimi. Unë të besoj, pastaj se çfarë bën ti ajo është tjetër problem, ndonjëherë edhe mund të përfitosh nga ajo, por në tërësi ky është qëndrimi im. I them, do të kooptojmë në kryesi se s'kishte asnjë lloj funksioni në kryesi të partisë. E kooptuam në kryesi të partisë. Më thot, nuk do të bësh zgjedhje në parti, thot. Pse i them unë? Thot sepse në diktatura nuk bën, opozita nuk bën zgjedhje. Jo, i thash, unë do bëjmë zgjedhje. Se edhe Navalni, më dha shembull me Navalni nuk bëhesh zgjedhje këto. Jo, i thash, unë zgjedhje do bëjmë ne, thash, se kështu është puna. Unë për këtë do bëjmë zgjedhje. Iku. Vinte në mbledhjet kryesisë rregullisht. Në mënyrë absolute nuk shtronte asnjë gjë të veçantë. Ndërkohë, tani të jem kështu, ndërkohë, informacionet të verifikuara, ky në burg drekonte dhe darkonte me Plum Gjokën dhe Oltën Bistrin. Tani, do thosh ti, po aty në burg, ky ishte opozita, ata ishin byrazer të qeverisë. Ata mund të kishin favore, po ky s'kish pse të kërkonte favore me ta. Megjithatë, por kjo është 100% e vërtet. Nga persona që janë marrë me organizimin e drekave të tyre. Se harron morët kanë vesh, e në herë dhe sy. Mirë. Pastaj, gjatë verës, ky shkonte të kush? Shkonte në qerret të Ergjys Agasi. Ergjys Agasi ishte njeriu që unë sulmoja më shumë. Ergjys Agasi, që ta dishti dhe qofse ju kujtohet gjatë fushatës elektorale, ajo Kodra e Kuajve është një restorant tek Shkami Kavajs, mblidh të aty Suel Çelen edhe Elvis Doçin, pojën e troplinve. Dhe aty bëheshin planet se si grabiten votat në Durrës, në Elbasan, Korçë dhe në gjithë zonat. Unë më informonin njerëzit që i shifin aty në një dhomë, i denoncoja çdo ditë. Ky tani gjeti të ulet me Ergjys Agasin. Mirë. Si që din, ne mbajtëm një heshtje totale për periudhën gjersa doli raporti i OSB Odirit. Pse? Sepse Edi Rama po bënte gjithë shka që ta ndryshonte. Ne po bënim gjithë shka që të mos ndryshoj, raportit me të si që ishte, i drejt, i ndershëm. Doli raporti, me njerë kam bërë mbledhjen e kryesisë. Thira mbledhjen e kryesisë, tani thashko, mori fund kjo
heshtja jonë tani në sulm. Ishte dhaj, po tha, shumë mirë. E thirat pas të esmën, i thashtë, Ervin, tani më thuj pak qëfar mendon, mjep noj mendim ti, qëfar mendon aktër, qëfar aksionës duhet nërmarim. Nuk më tha, i thash unë se qëfar kisha mendu, mirë tha, iku, dhe kur del thret me të votuarit, i shkojnë, shumë mirë, ishi burgosur. Kur shkojnë aty, e panë që shkojma, vazhdojnë njës takimet, i them, nuk janë të partisë, pse? Ke mlodhi. Mlodhi ata që punon kundër në fushat, se ne patëm, ne nuk mund të mohojmë, se ne patëm njerëz që na punon kundër në fushat. A ishte antar kryesie Dero Memo, djali i ri, edhe mas fushate doli drejtori e Dirams për hipotekën e Vlorës. Çka do thot që ai kishte punuar gjithkohën kundër nesh. E tjerë, s'po hynë në këtë më. I them janë po. Shkon në Elbasan, me vinë mesazhet nga demokratët, që Suel Qela u kërkonte të mirnin pjesë në takimin e tij. Në kërcënim. Mirë po, do të dish një gjë që qoftë karteli Troplinëve, qoftë karteli Qela janë dy kartele vrastare, mizore, të cilët terrorizojnë qytetarët. Ta dish këtë. Dhe unë e marr ato mesazhe, i fus në proces vërtetimi, del e vërtetuar, dhe i them, e ke përjashtuar vetën nga PD-ja. Betejë jonë me krimin organizuar është për jetë e vdekje. Dhe mos mendo kur se ti mund të përdorish bandat kundër demokratëve. Tani, shkoj me tutje. Edhe para 10 ditëve ndrek me Taulant Ballën. Tani, në drek me Taulant Ballën. Dhe, kur plasi skandali i Belinda Ballukut, ku ne u përqendruam dhe ishin për të qëndruar me të gjithë energjit tona për demaskimin e saj, ky krijon të lajme për të sfumuar lajmet për Ballukun. Dhe fatalisht, se u tregua dhe naiv, po jo, nuk është naiv ajo, po e detyruar. Ja dhanë Fanës për kompetencë. Mirë po Fania, që e mbajti Lulin gjerdit në fundit gjersa përfundoi me 2000 vota, e donte këtë. Pse e donte Fania këtë? Sepse donte t'i lpihe Edi Rams, por me qenë se si pranon të gjuhën e ti, mendoj se me gjuhën e Saljanit do më pranoj. Qa ndodhi? 16 lajme në 4 orë publikon të Fania për Saljanin. 16 lajme të garantoj futu në truth social në X dhe s'ke për gjetë kur 16 lajme në 4 orë nga Donald Trump, që është njeriu më kryesor në botë për lajme dhe për të gjitha. Dhe Fania, që dikur shtronte në lajm edhe kollitjet e Lulit, tani Fania mirte nga zyra e Rams 14 lajme në 4 orë për Saljanin. Më thuj mua, a mundet që
demokratët të pranojnë të kenë në gjë njëri si ky, jo kur. Jo kur, ta them ty. Sepse ky erdhi në një mision me të cilin dështoj. Kam qenë këtu 4 vite më parë për Lulzim Bashën, por tani du të themi që ishin dosjet penale me të cilat Edi Rama e kapi për fytjate. Çfarë ndodhte? Me dosjen Toyota Yaris, i cili ç'është e vërteta, ishte një akt shumë i papërgjegjshëm i tij. Sepse ai ishte një operacion policor në zhvillim dhe ti një operacion policor nuk mund ta dekonspirosh kurrë. Operacion zbatim ligjit ndërkombëtar. Edhe ky e nxori në parlament. Një dosje. Dosja e dytë ishte dosja e Muzinit. Dhe ky çfarë bënte? Në mëngjes e thrisën prokurori, në darkë i dërgonte Gjellagaçin dhe bënin pazaret. Dhe se folëm këtu për 8 rezoluta, nuk denonconte ai. Ai nuk denonconte Edi Ramën. Ai në fund do të bënte koalicion me Edi Ramën. Tani, këta që shkelmojnë mbi besimin e demokratëve, mbi opozitarizmin, këta nuk i duhen gjë askujt. Por janë sklever, nuk janë njerëz të lirë. Vim tani tek zgjedhjet, me që jam këtu për ta mbyllë këtë. I ndëgjoni mediat ju sot? Partia Demokratike s'bën zgjedhje, Partia Demokratike s'po bën zgjedhje. Shërbëtorët e Edi Ramës. Pse? Prisni. Partia Demokratike është në grupin jo të shumicës, por të pakicës së forcave politike në Europë që zgjedh kryetarin me një antar një vot. Shumica nuk e zgjedhin me një antar një vot. Shumica e forcave politike zgjedhin kryetarin e tyre me kuvendin e partisë. Por, numri atyre që zgjedhin një antar një vot, po shtohen. Përsëri janë minorancë. Forma më demokratike, forma më e prore e zgjedhjeve. Edi Rama, që nuk bën zgjedhje që nga 2000 nana, e ka zhdukur votën, këto nuk merren me te. Këto nuk guxojnë. Po për ndihmu Edi Ramën thonë, PD-ja s'po bën zgjedhje. PD-ja po bën zgjedhje. Dhe po bën zgjedhjet e klasit më e prorë. Më e prorë, një antar një vot. Prit. Zgjedhet me një kandidat. Po, e vërteta absolute është që në 90% dhe më shumë, të atyre që i bëjnë me një antar një vot, janë me një kandidat. Pse? Sepse ata që kanë peshë dhe nuk janë sigurt në fitore, nuk hynë, nuk pranojnë të hynë, kaq, jo për arsye tjetër. Por ama, në asnjë rast, në çdo rast, për të hyrë në garë, disa kritere do t'i plotësosh, apo jo? Jemi dakord, përndryshe, gara bëhet qesharake. Po marrim rastin e Meremes, se ato tjerë që nuk janë në PD fare. Po marrim rastin e Meremes. Meremja është në PD. Meremja ka bërë një garë. Ka marrë 43 vota. Mirë, bravo i qoftë që bërë një garë, e përgëzoj në qarkun e Durrësit, dhe ka marrë këto vota. Tani, për të kandiduar Meremja që të drejtoj ty, dhe demokratët, do të ketë disa prova
të tjera, sepse përndryshe gara nuk bëhet qesharake. A jemi dakord? Dhe një garë e tillë nuk të nderon. Dhe për ta mbyllë këtë punë, unë isha në Zagreb. Doli me Remja dhe tani vuvuzelat. E ka fut Flamurnoga. E ka zgjedh Flamurnoga për të bërë një kandidate. Kur Flamurnoga apo komisioni, nuk di se komisioni që i shef kandidaturat, i tha nuk plotëson kriteret, tani pse heq Flamurnoga? Ndaj dhe një gazetare ka punonte me një organizat financuar nga Sorosi për rrjetin investigativ, shkruan të dje se Partia Demokratike me që zbën nuk ka të drejtë të kërkoj zgjedhje, me që zbën vetë zgjedhje. Sipas saj, është një sorosiste e verbra, jo? Sipas saj, vota, zgjedhjet me një antar me një vot, forma më e prore nuk janë zgjedhje. Mbasi Edi Rama nuk bën zgjedhje. Pra, unë ala pak më shumë të ky moment për të sqaruar çdo demokrat që duhet të refuzojnë me përçmim përpjekjet mashtruese, gjuhën korruptive që përdor media për të mbrojtur Edi Ramën. Ka në 10 artikuj PD-ja nuk bën zgjedhje, kur PD-ja bën zgjedhje një antar një vot, nuk ke një artikull të vetëm. Se Edi Rama nga 2009 dhe gjerë sot nuk është votu kur në atë parti. Besoj se i konsumova apo jo? Mirë. Po. Urem misarin këto. Shukri Raza. U bën 35 vjet të erdhëm me thirrjen liri demokraci. 35 vjet as liri, as demokraci, as pronë, zi e mazi. A ka një dritë jeshile? Faleminderit. Edhe një kam. Tjetër. Themi Rama ik. Me drita ndesme, edhe ktheu, shko hajde në Tiranë, a nuk shkon, nuk ike në doktor. Se Isusi të dëmuzin. Pakët, nuk ka të Faleminderit. Marr 2-3 pyetje edhe pastaj. Marrim dhe 2-3 pyetje? Po. Edhe një pyetje tjetër, të lutem? Përshëndetje, doktor, dhe mirë se erdhe. Jam Fatbarda Miftari, mësuese në gjimnazin e Peçkopis, gjimnazi Sejt Najdeni. Unë edhe në përmbylljen e fushatës kam deklaruar për shpopullimin kryesisht pra të rinjt dhe për boshatisjen e shkollave. Është një dhimbje tepër e madhe për të gjithë. Pra, çdo vit mbyllen klasa. Pothuajse gjysma e nxënësve kanë ngelur. Çfarë zgjidhje ka? Si do t'jetë e mundur që të tërheqim bijtë e bija tanë, që të mbushen klasat, të mbushen shkollat dhe të mbushen shtëpitë patjetër. Ju falenderoj. Edhe një pyetje të radhës. Jo, Hasizim. Hiç o diyelim.
Profesorit lutem, po. Profesori, po. Hajri Begu quhem. Së pari jam pensionist. Dhe pensionistët po diskriminohen. Sa s'ka ma. Gjoja bëhet propagandë, jo do rritet 1.800 lekë në muaj për ato që i kanë pensionet e ulta, ndërkohë që nuk përmendet fare indeksimi për ne. I keni pensionet e larta, kush e ka mbi thot 400, por në fakt kush e ka mbi 300 nuk përfiton kur gjë. Prandaj pensionistët nuk duhet t'i japin votë ma kësaj qeverie. Së dyti, të falenderoj Zoti Berisha për energjinë që ke. Ti udhëhoqe revolucionin demokratik 90, 91, 92, iku sistemi i mëparshëm. Në mas 97-ës rebelimit që u bë përsëri e ngritën kam Partinë Demokratike. Në pushtetin si tha Zoti Xhelal, që pate si kryeministër nga viti 2005-2013, e lulëzove ekonominë. Unë në atë kohë kam punu në administratë, edhe ato suksese nuk janë rritë asnjëherë. Tashi kemi rënë në Gjermin, me thënë të drejtën. Duke sikur Shqipëria ka hec, jo është bëne rrugë, dhe më thënë rrugë që nuk i përfundoj, edhe vetë rrugën e Arpit. Shumicën e rrugës trasese ndërtoi qeveria e juaj. Dhe tashi, dhe më thënë, vazhdojnë ato rrugë që nuk patën përfunduar, është bënë në i përparim. Shifet në i gradaciel që bëjnë oligarkët e trafikantët e drogazit, edhe ka është stolist për qyteti. Por në fakt, këto janë pare krimi, nuk janë bukuria e vendit tonë. Bukuria në thojza shifet në zonat rurale ku është braktis, fshati, shifet ku janë tokat djerë. Bukuria në thojza, shifet ku rinian nuk janë këtu, shifet nga diskriminimi që bëhet demokratët. Me kërku punë, sot nuk të fut kush në punë, ma kese më kohën e komunizmit. Pra, ju fatmirësisht jeni ekzistoni, edhe jam i sigur që do të aconi Partinë Demokratike përsëri në fitore. Tani, unë disha të nalëm diçka konkrete për reformën administrative, territoriale. Dibra e thadë Zoti Xhelal që ka pas 15 njësi, si me thanë, bashki dhe komuna, rrethi jonë, nërsa sot ka vetëm një. Këtu Komisioni i Reformës, antarët e Komisionit të Reformës të Partisë Demokratike, mendoj që minimumi duhet sigurojnë të këmbgullin për 3 njësi. Maqedara, të cilin ju që në qeverisën tuaj si kryeministër, këmbgullit që të bëhet bashki, por plosi u bë, Maqedara jo. E meriton Maqedara të jetë bashki. Po kështu një të ngellet të në qenën për Shkopi, një bashkit bëhet në Kastriot. Kastrioti është emër simbolik për gjithë kombin tonë. Sepse atje janë rranjët e herojt tonë kombëtarë, edhe meriton të jetë një bashki. Që në vitet 20, ati që në plan nga shteti që të bëhet reforma, të bëhet ajo prefektura e Dibrës. Por dështoj, u bë shkollën rrallë. Tashi ka ardhur koha që të këmbgullet që të bëhet bashki në Kastriot. Bile,
Unë, Zotit Xhelali, kam thënë, mor, kërko 4 edhe në Aras, kërko edhe në Lur, po të paktën minimumi 3 të bëhen. Edhe në diçka tjetër, Dibra duhet jetë me ju. Ju jeni vetmi që i keni dalë Zot Dibrës përmbi atë projektin famkeq, për projektin për mbrojtjen e Dibrës nga projekti Skapicës. Është e pabesueshme, është i parashikueshëm ky kryeministër, se kur t'i teket, kur të gjej pare, i me njerë ja fillon Skapicës. Po të mbytet Dibra për një fitim të këtyre oligarkëve, është e papranueshme për kombin edhe për gjithë Shqipërinë. Prandaj duhet përmendet kjo punë. Ju uroj sukses. Shumë faleminderit. Tani po ju përgjigjem këtyre pyetjeve, pastaj po marr tjera. 35 vite. Tani unë do të ndaja pak më ndryshe. Do të ndaja periudhën kur në Shqipëri bëhej rotacion politik dhe periudhën kur në Shqipëri nuk bëhet rotacion politik. Sepse po të shohim zhvillimet, i dashur mik, në këto dy periudha, themun në bindjen më të thellë, shkaku më kryesor i rrokullisjes madhe të Shqipërisë gjatë këtyre 12 viteve është mungesa e rotacionit politik. Por Ronald Reagan e ka thënë që për demokracisë i mjafton një gjenerat për të zhdukur. Po s'u mbrojt, po nuk u mbrojt. Ndaj dhe në këtë drejtim jemi në një regjim autokratik, në të cilin zgjedhjet janë fars, nuk janë zgjedhje, dhe pastaj në të cilin politikat janë politikat e pushtuesit. Tani, po marrim Skavicën. Jam përpjek me aq sa kam pas mundësi, por t'u them të vërtetën e kam konsideruar atë një nga krimet më të shëmtuara që mund të bëhen në Shqipëri. Pse? Pse? Sepse ishte absolutisht e pa justifikueshme. Aq energji sa prodhonte Skavica, mund t'i prodhosh të një shpat mali me panele diellore dhe të mbysje Dibrën. Një projekt i Kosen Vërhorës në të cilën s'kishte panele, ishte krejt tjetër, të mirje e përsipër të përmbytje Dibrën, ishte krimi kombëtar më i shëmtuar që mund të bëje. Edhe mos kujtoni se e ka lanë për asgjë tjetër, por çmimi ka kaluar shumë më lart dhe duket se përvallon dot. Ama një gjë do të them. Në të gjitha këto protesta është vetja mënyrë. Shkuan në Zërqan për t'ja u marrë ujin. Dolën ata, i dolën Zot. Edhe i përzun. Diku afër Zërqan, në një zonë aty. Fush Bulqiz, po. Në Fush Bulqiz. Dolën ata, jo, i thanë. Erdhe dhe emigrant, erdhe dhe këte, jo, i thanë. Kjo është tokat e të parve tanë. Me këta ujë, kemi patur jetën ne. Tani vjen dhe marrë ishte jo. Edhe ikën. Kaja, ja me rujt Ostrelit. Ndërton ishtë deputeti socialist. Qa Ostrelin pa ujë, s'ka jetë. Prandaj, miq, duhet protestua. Duhet protestua ndaj çdo padrejësie që bëhet. Jemi në këto kushte. Rama ik, e ke drejt atë, po ka një gjë. Ne jemi parti demokratike. Jemi të përcaktuar
në të gjithë filozofin tonë që ne pushtet me dhunë nuk marrim. Kjo rruga me vot është më e vështirë, por rruga më e drejtë, më dijitoze, dhe themu një gjë, që ky parim i ka shërbyer shumë shqiptarëve, Shqipërisë dhe Partisë Demokratike. Ndaj dhe ne nuk do lodhemi, Rama X protesturi, Gjersa Rama të thej qafën të shkoj aty ku e meriton. Zonja mësuese, problemi që shtruhet ju është drama me madhe që shqiptarët mund të kenë patur nga vitet 1300 deri sot. Kur ky kom nuk ka pësuar në 10 vjet një paksim të tillë përveç se ndofta nga kolera nga mortaja e viteve 1300. Kur? Asnjë kom tjetër, 47% në 10 vite. 1.1 milion vetëm në hapësirën Schengen. Dhe ndigjoni ju këte qeveri të flasë njëherë për këtë proces. I ndigjoni mediat e saj, se pastaj thonë, pse na sulmon, si të mos sulmoju. Se kjo është problemi më madhor. Pse ikin shqiptarët? Shqiptarët ikin për shkak të gjendjes ekonomike në radhë parë. Pa mundësisë për tjetuar. Këto politike kanë bërë Shqipërinë një vend të pajetueshëm. Sepse kilometri rrugës ndërtohet në Greqi me 3-4 milion euro, në Shqipëri me 20 milion euro. Sepse kilometri rrugës shkëmbore me përmasat e rrugësarbit ndërtohet me 1-2 milion euro, këtu ndërtohet me 11 milion euro. Sepse tuneli Llogaras, tuneli ndërtuar për 3.000 banor që i takon 64.000 euro për frym, se ndërton kush në botë, as Amerika, as Luksemburgu, as vendet më të pasura të planetit nuk ndërtojnë një tunel të tillë për 3.000 frym, apo dhe për 40.000 frym me turistat. E ndërtojnë sepse mori me një xhep 50 milion euro. Pra na ikin shqiptarë, se nuk ka rroga, nuk ka pensione. Ikin shqiptarë, sepse incineratori 130 milion euro zhduket, çdo qindar vidhet. Sepse impianti për punimin të ujrave të zeza të Tiranës, $120 milion zhduken. Pra na ikin shqiptarë. Shqiptarët ikin se vidhen dhe vetëm vidhen. Kjo është e vërteta. Dhe kjo është një kushtrim. Unë ju garantoj se me këto ritme, në vitin 2050, këtu do jenë, do jenë 300-400.000 shqiptarë. Dhe do kenë ardhur të tjerë, se kjo është ligji. Toka bosh nuk rrin. Jo. Po të shohësh historinë, aty ku kanë qenë, ku janë sot, këto kombe kanë qenë dikur të tjera. Ata që kanë qenë që kur është kriju bota janë të pakt. Dhe kjo do jetë drama me madhe jona. Dhe më falë, zonja mësuese, nga vitin 2005, në vitin 2013, 2007, në vitin 2014, numri shqiptarëve rritej çdo vit në Shqipëri. Pse rritej çdo vit në Shqipëri? Sepse rriteshin rrogat, sepse rriteshin pensionet, sepse bizneset nuk kishin taksa të larta. Pra kishte një
kishte një besim, një shpresë tek përmirësimi, tek ndryshimi për mirë. Nuk është se ishin kaq mirë, jo, po do bëheshin më mirë. Kurse këtu nuk ka shpresë, nuk ka besim. Pensioni sot, absolutisht është më i ulët se ai që bie në 13-ën. Pse? Sepse në 13-ën blije të paktën 40% më shumë se me këtë që ke sot. Nuk ishin këto çmime. Jo, janë të regjistruara. Tallet tani. Do rris pensionet 8 euro, 2 kg domate. Pra, më cinike se kjo nuk ka. Ne kemi projektin. 200 euro për çdo frymë minimum jetik. 34 e ka ky ndimin ekonomike. Çfarë do bëjmë me 34 euro tjetri? 230 euro jep kryetarja bashkisë për qejt. 34 euro jep bashkia e Vlorës për ndihmë ekonomike për qytetarët. Pra, lidhur me njësit, plotësisht dakord me ju. Ajo reform i shërbeu platformës Çubrilovicit. T'ja u heqim shërbimet. Një nga pikat kryesore të memorandumit të Çubrilovicit është që t'i mërzisim shqiptarët aty ku janë. Nuk është t'i vrasim, edhe t'i vrasim, po kryesisht t'i mërzisim, që të mos rrinë aty ku janë. Dhe kjo ishte, hiqja u shërbimet, leri pa rrugë, leri pa ujësjelës, leri pa qendër shtetësore, dhe ata do ikin. Hiqja u qendrën e bashkisë të komunës, sigurisht që ne jemi dhe kanë ardhur do vinë këtu, do ndëgjojmë dhe ne po punojmë me shumë seriozitet, do bëjmë konsulta me ju, do marrim zërin tuaj, dhe ne do mbrojmë tërësisht vetëm një projekt që u shërben qytetarëve. Ky është zotimi ynë, po t'jeni të sigurt që ai nuk pranon. Ju falenderojmë për pyetjet, komentet dhe sugjerimet tuaja. Sfundmi presim një koment fundit nga doktori, si zakonisht. Po. Okej, lutem mikrofonin. Jep. Për shkak të kohës, na duhet që të marrim dhe pyetjen e fundit, lutem. Përshëndetje doktor. Mirë se erdhe. Ke thonë që gjitha betejat i ke fitu. Edhe unë thonë që të gjitha betejat i ke fitu kohët e fundit. Që fillove nga partia. Edhe jem dakord, shumë dakord ju me betejat, si i ke fitu. Ka ngel një vetëm një betejë. Beteja është vetëm e Tiranës. Edhe unë thamë, sot të s'du të bërë zgjedhje. Du të reshët e mbetej, ta marrësh betejnë, ta marrish Partinë Demokratike, ta shëshin fitore, pastaj, zoti doktor, lutëm për një gjë, se dhe mosha ta bën, atëherë që është ish pasasin bile du ta gjesh qëmësët. Pasasin du ta gjesh shumë vendosë, nga një që t'jetë i përngjeku politikë, sa i nuk e trahton atheu. Se komunistat e trahtojnë atheu, se ka në komunista në rëftu edhe në gjirin tonë. Tjetër, nuk jem dakord, unë nuk të votoj. Sa ku qetë votoj, shte përshaj votoj, të je këta i Partinë Demokratike. Te, se ke thonë vetë, unë dhe fitoj betejnë. Fitoj betejnë, regu, ma regu punë. Ta shte në vitin tjetër, vinë për këtar bashkije, na duhet t'i kishe gjithë atë pasashin këtu. Kush dhe bëhet këtaj Partisë Demokratike, këtaj për bashkije. 2 veta kanë qenë, 2 veta janë që e tërhekin karvanin. Ka qenë Ilie Krosi, dhe i dyti është Xhemal Gjungshi. Me betejën që ka bërë Xhemal Gjungshi, edhe që organizimin që ka bërë ki, mu nuk kam pa një të time, asë njëherë,
Betesi ta ishin dy pyetjet e mëja, karvani e tërhiqte aq bukur që socialistat i mbushën. Ka as kishte prej meja. Faleminderit shumë. Kisha pak emocione, po s'ka problem. Pyetja fundit. Ishte pyetja fundit. Kjo është pyetja e fundit. Jo, ka tjetër? Pyetja parë tha për zgjedhjet. Po, kur zgjedhjet të vazhdoni punën, dhe mos kandidoni, vazhdoni luftën me Tiranë. Jeni të Tani përshëndetur të të gjithë. falenderoj për ndërhyrjen. Fal. E vërteta është që Partia Demokratike do bëjë zgjedhjet një antar një vot. E vërteta është që kur kjo parti nuk do shtrohet në shtojës as në fasad të partisë krimit, e cila sot është forca politike më kriminale, më inkriminuar, si rilindje kam fjallën. Betejë e vështirë është, por ne qëndrojmë, zbashkërisht do qëndrojmë të pamposhtur. Dhe unë kam vlerësim të madh për zotin Gjunçi dhe unë e din për punën e tij. Kam vlerësim për të gjithë për zotin Mziu, kryetar udhëheqësin politik të Dibrës, i cili ka bërë një punë shumë të çmuar, dhe të gjithë bashkëpunëtorët e mi. Së fundi, në qoftë se ju do pyesnit se cili do jetë drejtimi më themelor në këtë periudhë ose drejtimi më themelor në këtë periudhë i Partisë Demokratike, do të jetë organizim. Miq, do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe organizimit. Do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe ripërtritjes. Do të rikthehemi bashkërisht me forcën më të madhe modernizimit të partisë. Ne jemi luftëtar, do qëndrojmë, do mbetemi luftëtar, por formacionet tona do të riorganizohen në mënyrën më të përsosur, më të vendosur, do ripërtrihen me antarësime të reja dhe do modernizohen me teknologjit më të mira në mënyrë që t'jemi sa më të suksesshëm, sa më eficient në qendresën tonë, në suksesin tonë. Faleminderit. Ju falenderoj për pyetjet tuaja. Faleminderit për këtë bisedim së bashku. Ju ftojmë që të jeni prezent në protestë.